Atëherë lexojmë këtë mesazhin që më ka ardhur. O Jul, një pyetje kam, një pyetje të lutem, thot, si një individ që ke qenë nonën Big Brother, okay, faleminderit shumë. Të lutem, kot për ta ditur, thot, a është ky një info, pra informacion nga jashtë, që po vërtet kjo, s'po e them me të madhe, të lutem, më kthej një përgjigje se ata aty nuk janë në dieni për këtë. Besoj që e ka fjalën për këtë video këtu. Për këtë. Ku je zez, me t'gjet Driloni, që do të treja dit, me të ndërtu një fjali. I modhin, rimet modhin, i Gjëri me vëmendje. Boksieri, ku je zez, me t'gjet. Pra, besoj që për këtë video bëhet fjalë dhe besoj e dëgjuat videon deri në fund, dhe sepse është shumë e rëndësishme ta dëgjoni deri në fund. Atëherë, për mendimin tim, po, është informacion nga jashtë dhe nuk duhet të futet aty brenda. Sigurisht mbase për Gjestin nuk është në informacion i madh, sepse Gjesti ka qenë aty kur ka ndodhur kjo gjë, pra që e ka nxjerr Driloni jashtë, le të themi. Gjesti e di, por fakti që se din banorët e tjerë, fakti që për çdo njeri aty brenda është një informacion shtesë, pra, i cili mund të dëmtojë, po themi, Gjestin në këtë drejtim, atëherë ai quhet informacion nga jashtë dhe nuk lejohet që ti ta fusësh brenda. Tani ka një gjë, po ta dëgjoni në fund videos, ka një zëtje që i thot Olës kujdes mikrofonin, që do të thot edhe vetë vllai i madh e konsideron si informacion nga jashtë. Tani, a do merren masa, s'do merren masa, është punë tjetër kjo, por për sa i përket pyetjes që më bërën fillim, po, është informacion nga jashtë, sepse është për tjerët, ndoshta s'është për Gjestin, por është për tjerët.